Përshëndetje të nderuar miq, mirë se vini në emisionin Auditor Arsimi. Sot data shënon 30 nëntor dhe ne vazhdojmë të jemi akoma në efektet pozitive të festës që kemi festuar të gjithë së bashku në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Këto kanë qenë të gjitha ditë festimesh, por në ditët që vijojnë, natyrisht duke filluar nga dita e sotme, fillojnë ditët e reflektimit për të kuptuar se çfarë nuk ka ecur mirë në 100 vite të shtetit shqiptar dhe çfarë duhet të ndreqim vit pas viti, dekad pas dekade dhe çfarë do të ndodhë me shqiptarët në shekullin e ri që sapo e kemi nisur. Ndërsa kemi folur këtu për festimet në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë, nuk mund të mbetej pa u analizuar dhe pa u ndalur tek një prej aktiviteteve më madhor, mund ta quajmë, siç ishte Universiada, një prej aktiviteteve sportive organizuar nga Universiteti i Sporteve në Tiranë. Them një prej aktiviteteve më madhore në kuadër të 100 vjetorit pavarësisë, jo vetëm për atë çfarë produkti solli ky aktivitet, por mbi të gjitha, duke qenë një prej aktiviteteve mbar kombëtar, ishin të gjithë të përfshirë, qoftë universitetet e Tiranës, universitetet e Shqipërisë, publik dhe privat, por edhe Universiteti i Prishtinës dhe i Tetovës. E për të folur për këtë aktivitet, por mbi të gjitha, se çfarë mesazhesh përcolli ky aktivitet dhe çfarë temash na kanë lindur ne do t'i trajtojmë sot në Auditor Arsimi me personalitete që kam të ftuar në studio nga Universiteti i Sporteve të Tiranës. Nis së pari me profesor doktor Arben Kaçuri, i cili është zëvendës rektori i Universitetit të Sporteve. Përshëndetje profesor, kënaqësi që kam të ftuar. Dhe më lejoni të falenderoj për këtë emision që i keni dedikuar Universiadës. Mua më vjen mirë, nuk është thjesht dëshira jona për ta bërë publike, por mbi të gjitha ishte mesazhi i madh që kjo universitet, që ne do ta zbërthejmë hap pas hapi, përcolli dhe besoj se do të bëhet objekti i kësaj studio. Faleminderit ju që na ofruat këtë mundësi. Gjithashtu kam profesor doktor Agron Kasa, i cili është dekan i Fakultetit Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit. Faleminderit profesori që jeni këtuar në studio. Kam profesorin asociuar doktor Fatos Gjata, i cili është zëvendës dekan i Fakultetit të Shkencave të Lëvizjes. Dy fakultete me sa di ka Universiteti i Sporteve. Ne jemi në njërin prej këtyre, është Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes. Ju falenderoj për ftesën. Kënaqësi, ju keni pasur një rol të rëndësishëm për sa i takon organizimit të Universiadës. Ne që jemi referuar her pas here shtypit, emri juaj lakohet shpesh në media për gjithë peshën. Bashku me gjithë kolegët tanë, tashmë kemi krijuar një përvojë në organizimin e veprimtarive të sportit universitar. Aq më tepër kur bëhet fjalë për Universiadën, që janë ngjarje shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme, cilat ne do t'i shtjellojmë në çik. Bile do të shikojmë emocionet që ju na përcollët me organizimin e kësaj ngjarje kaq të madhe. Kam edhe doktorin e shkencave Robert Çitozi, i cili është pedagog në Fakultetin e Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit. Një nga do i marr leje dekanit. Një nga pedagogët më të mirë që ka Fakulteti Veprimtarive Fizike dhe Rekreacionit, një bashkëpunëtor shumë i mirë i televizionit. Jam pak grimë dhe besoj skuqja ime po lexohet para shefave dhe miqve të mi njëkohësisht. Megjithatë, kjo është vërtet për bashkëpunimin që ne kemi së bashku me ju me televizionin shqiptar. Përpara se të nisim bisedën në studio, do të kishim kënaqësinë të ofronim tani momentet dhe sidomos momentet e triumfit, ndarjen e çmimeve në përfundim të Universiadës, organizuar nga Universiteti i Sporteve në Tiranë me pjesëmarrjen e universiteteve të gjithë Shqipërisë, Prishtinës edhe Tetovës. Ndjekim kronikën dhe kthehemi në studio. Në këto emocione të fuqishme të ndarjes së çmimeve ka përfunduar aktiviteti më kulminant sportiv në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Universiada mbar kombëtare midis universiteteve publike e private në Shqipëri, Prishtinë e Tetovë
e realizuar nga data 9 nëntor deri më 24 nëntor, ishte një nga aktivitetet më të rëndësishme për të promovuar vlerat e studentëve në fushën e sporteve, të iniciuara dhe të realizuara nga Universiteti i Sporteve në Tiranë. Krijimi i urave lice të miqësisë dhe bashkëpunimit midis studentëve sportistë të trojeve shqiptare, si simboli i unitetit kombëtar, ishte fokusi i kësaj veprimtarie mbarkombëtare. Studentët sportistë të Universitetit të Sporteve në Tiranë, të Universitetit të Tiranës dhe të njësër universitetes të Shqipërisë dhe Kosovës konkuruan për 16 ditë në 7 disiplina sportive si basketbol, volejbol, ping-pong, tenis, kalçeto për femra dhe meshkuj, shah e të tjerë, të cilat u organizuan në ambiente sportive të disa universiteteve. Zoti Binoshi, si mund ta vlerësoni universiatin pikërisht në sportin e ping-pongut? Çfarë niveli paraqiten pjesëmarrësit? Niveli i universitetit nga ana teknike është mjaft i lartë. Në përgjithësi studentat që marrin pjesë në këtë aktivitet janë të përfaqësues të ekipeve si të Prishtinës në Kosovë, si të Federatës Shqiptare në kampionatin tonë kombëtar. Studentët në nivelitar si nga çunat, ashtu edhe nga gocat. Programi i garave që nisi më 9 nëntor në Prishtinë u organizuan ndeshjet e basketbollit për meshkuj. Në Korçë u organizuan garat e atletikës, në Shkodër ato të volejbollit për meshkuj. Tetova ishte arena e futbollit në sallë për meshkuj dhe femra. Një javë më vonë, saktësisht më 16 nëntor në Vlorë u realizua ndeshja e basketbollit për femra. Në Korçë volejbolli për femra, kurse në Tiranë garat e tenisit, ping-pongut, shahut, meshkuj dhe femra. Dhe finalet e universiatës u realizuan më 24 nëntor në kryeqytet, ku vendin e parë e zuri Universiteti i Sporteve të Tiranës, vendin e dytë Universiteti i Prishtinës dhe të tretin Universiteti i Tiranës. Ky aktivitet mbarkombëtar i realizuar në prani të autoriteteve më të larta të arsimit dhe shkencës ishte një ngjarje e cila përcaktoi ndjenjën më të lartë dhe ndjenjën e përbashkët të krenarisë kombëtare. Kjo universiat i hapi udhë aktiviteteve mbarkombëtare më të fuqishme që priten të organizohen në të ardhmen nga Universiteti i Sporteve në Tiranë. Ja pra një pjesë të emocioneve që ne përcollëm tek ju të nderuar miq të universiatës e cila mbylli s'mund të them punimet, se nuk ishin punime, por u realizua me dhënien e çmimeve të kupas, ju sapo e keni parë atë. Përpara se të nis bisedën në studio, dua t'ju kërkoj ndjes, në fakt ma vun në dukje miqtë e mi të kësaj studio, kameramanët që ne realizojmë së bashku këtë emision, që kam lënë pa prezantuar studentët që janë pjesë e këtij auditori. Nuk i lash pa qëllim, sepse duke i menduar si vetja, ata do t'jenë sot do të kenë autoritetin për të drejtuar pyetje dhe për të marrë pjesë në këtë studio që këshun jo pa qëllimi harova. Megjithatë dua t'ju prezantoj, janë student të fakultetit të gazetarisë, student të fakultetit juridik dhe miqt që kanë ardhur së bashku me 4 personalitetet janë dhe studentët e Universitetit të Sporteve, që kështu është kemi një gjeografi të pasur të studentëve që marrin pjesë në studio. Profesor, nisim pak së bashku, kjo është universiada e parë mbarkombëtare që organizohet? Po, është e para mbarkombëtare dhe sikundër ju e thatë, ajo ishte dedikuar totalisht festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë. Pati një angazhim të admirueshëm, universitetet publike dhe jo publike ishin 14 pjesëmarrëse, morën pjesë me një pasion dhe me një devocion sinqerisht mbreslënës. Ne jemi shumë të emocionuar nga gjithë ajo që ka ndodhur që në fazat eliminatore që ju i përmendët në prezantimin tuaj deri në ditën e fundit finale, ku me të vërtet pat një triumf të le të themi të suksesit nëpërmjet sportit apo të demonstrimit të asaj çka studentët në nivel akademik ndjejnë, po tashmë të shprehur nëpërmjet sportit. Universiatat në përgjithësi, misionin dhe funksionin e tyre kanë pasurimin e jetës sociale dhe akademike të universiteteve. Ato në backgroundin e tyre thellë kanë të zhvillojmë jetën sociale dhe të krijojmë networket akademike nëpërmjet sportit,
Padyshim që edhe forcimi dhe zhvillimi i shtetit të brezit të ri ngelet gjithmonë një prioritet absolut. Por realisht ato luajnë një rol shumë signifikativ në drejtim të asaj që thash më përpara, të krijimit të miqësisë apo të që quhen networket universitare, të cilat do të jenë më mrapa dhe networket e punës dhe të projekteve të zhvillimore të intelektualëve apo drejtuesve të ardhshëm në shoqëritë respektive ku ato do të militojnë dhe veprojnë. Profesor Gjata, me sa jam informuar, krahas kontakteve që ne patëm me drejtuesit e Universitetit të Sporteve, kjo është e dyta në mos gaboj e para mbarkombëtare, po ka pasur dhe një universiad tjetër të organizuar më parë? Natyrisht përpjekje për të organizuar universiadën kombëtare dhe atë mbarkombëtare ka pasur dhe më përpara. Natyrisht jo në këto përmasa. Kur bëhet fjalë për krijimin e një kampionati, të themi, apo lojrave të caktuara midis universiteteve të Tiranës, Prishtinës, Tetovës, ka ndodhur dhe vite më parë nëpërmjet Universitetit të Tiranës. Natyrisht nuk mund të thuhet që ka qenë në përmasa të tilla, dhe këto janë përmasat e vërteta të një universiade. Ju thash pak më parë se ne kemi tashmë një përvojë në lidhje me këtë fakt, duke u nisur nga fakti se jo më larg se një vit më parë ne organizuam universiadën kombëtare me pjesëmarrjen e 16 universiteteve publike dhe private në Tiranë. Ndërkohë që kjo universiadë mbarkombëtare kishte specifikat e veta, jo për faktin thjesht sepse bëjnë një vit jubilar, siç ishte 100 vjetori i pavarësisë së shtetit shqiptar. Jo thjesht vetëm për faktin që merrte pjesë Prishtina si universitet brenda kësaj universiade, por që kjo universiadë pati jehon shumë të madhe, jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtrojeve të vendit. Madje po të shikoni website-in e Federatës Ndërkombëtare të Sportit Universitar dhe të atët Federatës Europiane të Sportit Universitar, ku tashmë ne prej vitesh jemi antar të këtyre federatave, flasin gjithësisht në lidhje me universiadën shqiptare të organizuar për këtë rast. Besoj se edhe televizioni shqiptar ka një merit apo jo, sepse e lash për në fund, por natyrisht që është shumë thelbësore dhe domethënëse. Sot në këtë shoqëri që jetojmë, po të shikojmë televizionet përgjithsisht komerciale, fokusohen kryesisht mbas sporteve elitare. Natyrisht sepse janë interesat caktuara që lidhen me biznesin, me komercin e shumë gjëra të tilla. Dhe jo vetëm këtu tek ne, po në mbar botën ndodh e njëjta gjë. Dhe është e vështirë që një televizion publik, apo nuk është e modës, si të themi, të transmetojë pikërisht organizime që lidhen me organizime amatore, siç janë këto të organizimet e sportive të studentëve. Ndaj, unë desha të falenderoj përzemërsisht televizionin publik shqiptar, i cili del mbi disa hapësira institucionale ku duhet të fokusohen në drejtim të sportit në përgjithësi dhe sportit universitar në veçanti. Pse? Sepse thjesht misioni i sportit universitar qëndron përtej pikëve të shënuara, përtej rekordeve të thyera. Ana konkurenciale është një anë ku të gjithë studentët shikojnë dhe matin forcat midis tyre se sa vlen në raport me të tjerët. Por, nga krau tjetër ajo që është më e rëndësishme, qëndron në krijimin e urave lidhëse të bashkëpunimit, të miqësisë, të paqes, të unitetit dhe shkëmbimin e traditave që studentët kanë nga qytetet ku vinë, qytetet ku shkojnë, dhe ky është qëllimi i këtyre organizimeve, jo thjesht brenda kuadrit shqiptar, po edhe në përmasa më të gjëra të sportit universitar ndërkombëtar. Po, ishin 7 lloje sportesh në cilat u konkuruan, profesor? Po, llojet e sporteve ne i zgjodhëm i bazën e mundësive që çdo universitet kishte, mbasi konfirmuan pjesëmarrjen.